Gjellë verore me domate, qep, speca dhe oriz. Si të lindolajmë domatet dhe specat. Presim në pjesë të vogla një qep mesatare, 2 speca rishim dhe 3 kokra domate. Në një tenxhere me vaj ulliri, i skuqim të gjitha nga pak, i hedhim orizin dhe ujin. E lëm të zjej për rreth 20 minuta, i shtojmë majdanën së freskët dhe e kemi gati.